kini zemër shërbyse në njëri tjetrit. Nuk thash gra shërbeni burrave, burra rrinë me pult në dorë këtë televizori, njëri tjetrit. Shërbeni njëri tjetrit. Ja ta filloj me histori gallat. Burri ishte shumë smur. Shumë smur, shumë i stresu, për ishte rada mlaja. Ishte shumë keq. Ishte shumë keq. Kështu që gruaja e mori edhe shku në spital për kontroll. E doktori i tha, në të vërtet, je shumë keq. Je shumë keq, do të ulesh nivelin e stresit urgjent, ndryshe do smuresh, ndryshe mundon në gjë e keqe. Edhe okej, dha një lloj mjekimi ca gjëra, edhe u nisën me ik, edhe grua si tha, shiko, vazhdo ti i tha burrit, ti grua prit edhe një çik. Kështu që e majti gruan te dhoma e doktorit, edhe kur marroi vizita, edhe i dha disa këshilla gruas për burrin e vet, dhe i tha, shiko, duhet bashkëpunojmë se ke burr shumë keq. Burri është smur, duhet bashkëpunojmë bashkë, çrohet ky se ky, po nuk u kujdese, kaput. Po mirë, tha gruaja, ç'a të bëj? Doktori tha gruas, në fillim zgjoh herët para burrit çdo ditë, edhe përgatiti një mëngjes të mirë çdo ditë. Edhe masi ka ngrënë, mos nxit as i lloj debati, as i lloj tensioni, as i lloj diskutimi, xhan, avash. Edhe shiko, ti mos fol fare, vetëm po të pyeti e përgjigje. Po s'pyeti mos fol. Pastaj dilni për kafe, edhe pastaj kur the shtëpi fillon të përgatisësh drekën, edhe drekën shkrije talentin, bëj gjëra të mira, gjëra që ka qef ai, edhe i tha doktori i tha gruas, burri jot është, nëse ai do që të bëni seks mas dite mas drekës, mos ja refuzo, kjo gjë ndihmon në uljen e stresit, edhe duke dhënë gjithë udhëzimet gruas se si të kujdeset për burrin. E tha në darkë po i lloj, me Terezi, kur të flini, se mos e bezdis kur të flini. Mundësisht bëjnë ai masazh, shtype, edhe sigurohu që burri ta ketë zero stresin, edhe me këtë terapi ka për t'ia hedhë me siguri dhe bëhet shumë mirë. Gruaja del nga dhoma e doktorit. Shumë e mendueshme. Shkon te makina, ishte burri aty, edhe burri gjithë kuriozitet. Ha me gru, ç'a tha doktori? Ç'a tha doktori? Edhe gruaja përgjigj. Më tha, është keq puna, ke për vdek. Ke për vdek, Allah, s'ka në rënd me i bo gjithë to. S'ka në rënd me i bo gjithë to që thot doktori. Por le të shohim ç'a thot shkrimi për të shërbyerit të njëri tjetrit. Le të shohim, sepse asnjëri s'ka qef të pjesë. Gjithë kanë qef të shërbejnë. Ose një s'ka qef të shërbejnë. Kush qohet në pikë mjesit me gzim? Sa qef do shërbej sot. Asnjëri s'ka qef. Për ne njerëzit po e shtyjnë martesën, pse? Kush i shërbej këtij? Ose kush i shërbej kësaj? Për ne njerëzit po e shtyjnë çik më tutje. Por apostulli Paul thot diçka që duket e pamundur për të zbatuar në kulturën tonë. Edhe pastaj do të lexojmë të vargjet e do të them një histori prapë të ngjashme me këtë, që na ka ndodhur, kjo është histori reale që ka ndodhur mua me Adën. Efesianët 5. Fundi i Efesianëve kapitulli 5, her pas here lexoni siç shif se janë shumë vargje të bukura. Edhe thotë kështu: nënshtrojeni njëri tjetrin në durojtjen e Krishtit. Nënshtrojeni një tjetrin, duheni fort një tjetrin, nënshtrojeni në frikën e Krishtit, nënshtrojeni Zotit. Edhe pastaj fillon me gratë. Ju gra, nënshtrojeni burrave tuaj, por si Zotit. Edhe vazhdon më poshtë, vargu 23-24. Sepse burri është kreu i gruas, sikurse edhe Krishti është kreu kishës, dhe ai vetë është shpëtimtari i trupit. Ashtu si kisha është nënshtruar Krishtit, kështu gratë duhet i nënshtrohen burrave të tyre në çdo gjë. Ç'na mblodhi. Si duket ky varg o gra? Si duket ky varg o burra? A do ishte ky varg i preferuar që të mësoje përveç gjithë javës? Ka shumë gjasa, në njëri të mas, po pse këtë varg se gjeti, nuk gjetën e varg tjetër. Shiko, është kur vje puna, këto vargje është her pas here ne kemi ardhur nga familje me modele jo të shëndetshme, edhe se herë që dëgjojnë fjalën në nështrim, na bezdisemi, na ngrenë qime për pjetë, na ngrenë, na trazojnë ujrat. Pse? Na kujtojnë gjyshja me gjyshin. Qa i përno dhe gjyshja mori frymën. A e plak e shkretë vdiq të i shërby atit. Ose ndoshta mund të kujtojnë prindër që mund të qenë prindër vështirë, që baba rinte e pallariu dhe mama coptohej edhe bonte gjithë, edhe sa dëgjon fjalën ti në nështrim, jo në botë.
Unë nuk jam nga ato femra që nështrohem, nuk jam nga ato njerëzit që unë kam botën time, kam bo shkollë lartë, kam e tjerë. Histori e vërtet. Para 2 vitesh, isha me Adem, po drejtorim ceremoninë e një çifti që po martohej, edhe ky burri është nga Molleti i Tiranës, edhe kjo zonja ishte nga Zvicra. Edhe për familjarët e nusës po përkthente tezja dhe ëndrit, që ishte mësuese gjermanishti. Asnjëri nga ne s'dinte gjermanisht, ne ndim 2-3 fjalë gjermanisht, kështu që ishte ajo. Edhe pastaj ke momenti i betimeve, kur ishte pjesa unë do t'i nështrohem burrit tim, ngriu ajo. Dhe jo, se përkthe unë këtë pjesën. Thash, si më se përkthe? Jo, dhe, se kjo do fusi çiftin në shep. Kjo është Zvicran, këto e në Gjermanë, vlla. Si thejmë kësaj, ky thot nështroj burrit. Ku nështrohen këto? Thash, ti përkthe, qa thejmë unë? A tha, jo, nuk e përkthej. Edhe përktheu e zbuti, do sille mirë me burrin. A kujto se si e... Nuk e di se si e përktheu kështu. Edhe ajo mendoi që unë pa e bëja qëllimisht, edhe kishte merakun do nxefet nusja ka përtik nga altari, nusja ka përtik fut vrapit, sepse ku nështrojnë këto gjermankat, këto janë të vështira. Por shiko, për shkak se kemi pa këto modelet e vështira, edhe se që gjëjmë fjalën në nështrimi, nështrojnë i burrave, si që nështrojnë Zotit, nuk kemi qef. Sepse, puna është se ajo që do të theksoje të kjo pjesa është për gocat, është urdhër nga shkrimi. Ti në nështrojo, sepse është të shkrimi. Po nësa i abuzon, po nësa i nuk bën pjesën e vetë, nësa i nuk ecën me Zotin, po nësa i nuk e gjon Zotin fare, nësa i nuk vjen fare me çaj ka thënë Perëndia, a duhet të nështrojmë? Se këti burrit tim i pëlqen pjesa vetëm në nështrohu o gru në nështrohu. Po këti nuk i pëlqen pjesa fare, që ky vetë duhet i nështrohet Zotit, edhe ky vetë duhet jetë i lidhur me Perëndin, e të marrë zbulesa gjithkohën nga Zoti, për të na drejtuar neve si familje. Shiko, nëse burrat ecin ngushtësisht me Zotin, ku janë burrat tash? Që janë gjithë burra këtu. Nëse burrat ecin ngushtësisht me Zotin, gruaja do nështrohej me shumë kënaqësi. Sepse do shifte zemrën tënde të butë, e do shifte sa shumë e do Zotin, edhe sa shumë e do këtë familje. Ajo do ngorte mos te. Thjesht ka rëndësi që ti po dëgjon zërin e Perëndis, edhe po ecën, edhe do e bënte me shumë lehtësi. Kështu që burra, nëse dum këtë gjë produktin, do të bëjmë dhe pjesën tonë. Se nga herë na pëlqen vetëm kjo pjesa. Prandaj, ky do të jetë rendi në shtëpi. Sepse ndryshe na del shtëpia me 2 koka. Po çdo gjë me 2 koka është përbindësh. Do prej kokë. Do prej. Mos e prit po. Do të caktu kush është koka. Sepse shtëpia e do një lidhje, kështu që së pari kreu është Krishti. Kreu i familjes është burri. Pastaj është gruaja, pastaj është janë fëmijët, pastaj është familje madhe, pastaj është vjerri me vjerë, unë na dolën poshto. Pastaj janë vjerri me vjerën, pastaj është fisi, daja, kushërit e parë, edhe çuni hallës, kushërit 2 që është Anglia, është i 7 fare. Edhe po erdhi lek, po na solli lek nga Gjermania, mund dali pesti. Kështu që është nderoni Zotin të parin, sepse kur vjen kjo lloj rradhe, është shumë qef. Ti nderon Perëndin, që do të thotë, e merr seriozisht atë që ka thënë Perëndia, edhe ajo është baza e familjes tënde. Edhe pastaj nderojt burri së dyti, edhe mami së treti, pastaj motra, vllai e gjithë me radhë. Kështu që por ajo që thash, burri ndonjëherë nuk i ka qef të pjesë. Burri nuk i nënshtrohet Krishtit, edhe nuk e ndjek fare Zotin, as e prek Biblën fare me dorë, as nuk lutet, por e ka qef atë pjesën gra nënshtrohen i burrave. Por ama është e vërteta është që nuk shkon kjo gjë. Edhe pjesa e burrave. Po bëhet serios mohabeti edhe ka shumë pak kështu frozen face, poker face, çai bie. Por që bëhet më e bukur. Efesianëve 5, vargjet 25-26, thotë kështu: Ju burra, ngordhni për gratë tuaja, ti doni fort gratë tuaja. Edhe dikush është modeli. Ti doni gratë tuaja, sikurse Krishti ka dash kishën
dhe e ka dhënë veten e vet për të. Sa i burra, ky është varg për të marrë përmend. Kështu që pyetje si kleçme për burrat. Ka burra apo s'ka burra? A ngjan dashuria jote ndaj gruas si dashuria e Krishtit ndaj kishës? Opa. Kush është gati për të thënë story? Dashuria ime për gruan time ngjan eksakt si Krishti ndaj kishës. Krishti sakrifikoi u bë copash për kishën, edhe unë bëhem copash për gruan. Kujt jam më hedh në story? Është Krishti shërbeu shumë fort kishës, edhe ky është qëllimi. Edhe asnjëherë Krishti nuk kërkon diçka që s'e ka bë vetë. Krishti dha maksimumin për kishën dhe pret që burra, nga kuptohet që ti e do gruan. Nga kuptohet, po shkoj shtëpi. Po normalisht në shtëpi të shkosh, edhe flesh hotel, rrugëve zë shkoj. Apo shërben, apo sakrifikon, ç'a po bën? Edhe ja si vazhdon. Efesianët 5, vargjet 27, 28. Janë cili qëllimi? Që ta nxjerr atë përpara vetes, kishën përpara vetes të lavdishme, pa njolla, pa rrudha, ndonjë gjë tjetër, por të jetë e shenjtë dhe e paqortueshme. Edhe në këtë model, siç Krishti deshi kishën, thotë, kështu burrat duhet i duan gratë e tyre, por si trupin e tyre, sepse teknikisht kush do gruan e vet? Do vetveten. Kush do gruan e vet? I ka bën mirë vetes. Kështu që modeli që na la Krishti është shumë ndryshe nga bota. Edhe këtë model na e ka lënë njëshi. Ai që është kriju si qielli dhe botës, nuk është trendi i kohës. Nuk është se ky ka hashtagu më shumë të muajit në YouTube apo në Instagram apo kudo. Ky është modeli i shkrimit. Edhe Krishti thotë, këtë që bëra unë, ai ketë vështirë me ditë se si me ta shkruan, më shikon mua si desha kishën, që i bie, burrat do marrin inat këtë javë, as i burrë s'do ftoj për kafe. Që i bie, nëse do të kualifikohesh si lider i shtëpisë, duhet t'jesh shërbyesi më i madh në shtëpi. Opa. Si Krishti pra. A tham, Krishti deshi kishën, ç'a bëri? Krishti shërbeu. Edhe shpesh çanot, shpesh shërbyesja më e madhe e shtëpisë bëhet gruaja, që automatikisht ai bëhet drejtuesi i shtëpisë. Edhe burri ankohet, pse s'm pyet gruaja mua, kur ai palla riu, ai vetëm shkon punë, vjen shpirin divan. E s'mon asnjë gjë. Natyrshëm gruaja është bërë drejtuesi i shtëpisë, pse ai që shërben më shumë, ai që sakrifikon më shumë, natyrshëm bëhet drejtuesi. Sepse ai po bëhet sapin, po shko për blej, po shko për bë këtë, po shko për bë atë, edhe natyrshëm po jep drejtim gjërave. Kështu që burra, shërbeni grave tuaja, tregoni modelin e liderit si Krishti. Si Krishti. Që qa bëri, sakrifikoi për kishën, dha veten për kishën. Fitoja zemrën gruaja duke i shërby. Duke bot copash për atë, është e jotja. Ora hiqja trunin gruas duke kujdes, duke shërby, edhe duke majt plom dorës. Edhe pastaj mas i ke bë këto gjërat, këndoa të këngën çun si unë maj, çun si unë? Çun si unë ti s'kemi gjatë. Po bëj këto pjesët të tjera pa. Shiko, edhe kur i shërben gruas, ai nuk e ka pik problemi të nështrohet ty. Pik problemi se ka. Nëse ti thu grua, unë besoj që Zoti po na drejton në këtë gjë apo në atë gjë, çfarë do thotë gruaja po qete? Do të ndjek ty, do shkojmë bashkë. Edhe kjo është pse po i nënshtrohet vullnetit tënd? Pse? Sepse ti je nënshtruar vullnetit Krishtit. A lem kështu? Nëse duhet zihemi, a bëjmë kështu një marrëveshje. Nëse duhet zihemi si çift, hajde zihemi kush i shërben më shumë njëri tjetrit. Nëse duhet bëjmë një garë, hajde bëjmë garë kush e tepron me kujdes më shumë. Kush bën më shumë gjëra të bukura për tjetrin.